Osman janë pjesëtarët më të rinj të programit të gatimit Diçka po zihet të Geraldinës, mamit të reperit Ledri Vula. Është bukur kur ke shumë talente, edhe pse ende nuk e kemi parë talentin e tyre në gatim. Le të shpresojmë të mos kenë gatuar ndonjë zog, pasi ndoshta Tuna zot ndihet aq mirë. Fjolla Morina mori një surprizë shumë të bukur nga shoqëria e saj me rastin e ditëlindjes. Ajo regjistrua në kamera ndërkohë që ishte e shtrirë në krevat dhe reagimi duket që është tepër spontan dhe pozitiv. Edhe 100 fjolla. Enca ka bërë një gabim fatal në telefonin e saj. Nuk e di me siguri se si e ka bërë, por morën vesh që ajo ka fshirë gjithçka nga telefoni, duke filluar nga fotot e për të përfunduar te kontaktet. Enca e pati pak të vështirë të fliste në shqip për të shprehur dhimbjen, por siç e tha edhe madhja Enca në anglisht, kështu po e themi edhe ne. Ky është një fresh start. Xhemi dhe Arbana janë shoqet të pandara. Bukuroshet u fotografuan së bashku duke shkuar për të ngrënë jashtë. Është bukur kur je kolege dhe shoqe njëkohësisht, pasi diçka është e sigurt. Konkurenca nuk ndihet, edhe pse tashmë ato me siguri nuk flasin më për televizion, përveç se për Pelena dhe Capricho Bebesh.